e rëndësishme trajtohen të tilla tema përmes artit dhe shfaqjeve? Besojnë që sa do pak ndoshta sepse ne i flasim në përditshmëri, qoftë në kafe ose edhe me njëri tjetrën, në rrjetet sociale, po ndoshta përmes shfaqjeve, përmes artit, mund të përçohet ndoshta një mesazh sado kudo më në pikë atje ku duam. Patjetër janë që këto temat që duhet mu trajtu në artin skenik, sepse jemi një pasqyrë shoqërisë, nëse nuk i trajtojmë na këta tema, nuk e di kush tjetër mundet me i trajtu, e mi portretizu në skenë. Mendoj që është shumë e rëndësishme mu trajtu këta tema, si shkaku i shëndetit mentale, edukimit seksual, shkaku që marrim edukim të gabushëm seksuale, krijohet një farë imagjinate shumë ma banale e jo reale i trinjve sa i përket temave seksuale. Ose edhe mungesë komunikimi fare, më dhe më këtë mund ta themi, krijon ato stigma të ndryshme po. Një farë tabuje, një farë barriere që ekziston te prindrit edhe te fëmijët që mos pyet se marrë, mos me dalë prej atyve traditave që i kemi. Edhe që shëndrojnë problem, në fakt. Tash rolet janë gjerman, po na i kemi adaptu që janë tonët, edhe se qysh na ballafaqohemi me këto probleme, se nuk kemi dalë shumë prej temave që i trajton Frank Wedekind në dramë, janë të njëjta tema, vetë që i kemi ta adaptu. Po si do qoftë duken të jenë bashkëkohore edhe me problemet tona gjithmonë.